Mbrëmja nuk kishte se si të ëmbëlsohej më shumë se kaq. Moderatorja bukuroshe Kiara Tito sapo ndau me publikun një nga videot më të adhurueshme ku në qendër është bebushja e saj Luna Mari, e cila na e ka marrë zemrën me pamjen e saj të mrekullueshme. Kiara ka publikuar një video ku shfaqet duke shëtitur me vogëlushën fytyrë ëngjëll nga liçeni. Sa më shumë ditë kalojnë, aq më shumë rritet ëngjëlli i familjes Ellie, e cila tashmë ka pushtuar rrjetin. Në videon e publikuar, Kiara shfaqet shumë e lumtur dhe duket se e ka shijuar jashtëzakonisht shumë çdo sekond me vogëlushën e saj të bukur dhe të ëmbël. Kiara shihet pranë një liçeni duke shijuar një ditë pushimi në mes të gjelbërimit, ndërsa përqafon dhe kujdeset për bebushën e saj. Me një pamje të qetë dhe të mbushur me dashuri, ajo i jep qumësht të voglës, ndërkohë që luan me të dhe e mbulon me përqafime të pafundme. Kjo video ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve dhe ka përcjell pafund dashuri tek të gjithë ndjekësit dhe dashamirësit e saj. Të gjithë mbështetësit që moderatorja bukuroshe Kiara Tito kanë reaguar menjëherë, por sa e kanë parë këtë video dhe këto pamje dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura kundrejt saj dhe bebushes së adhurueshme që u ka përcjell pafund dashuri dhe lumturi. Kiara e ka shoqëruar videon me një mbishkrim ku thotë: "Një ditë e zakonshme, pushimi me dritën e diellit që ka frikë nga pemët, po shqyr që kemi qumshtin që na qetëson kudo që jemi." Moderatorja bukuroshe Kiara Tito vazhdon të ndajë copëza nga jeta e saj si nën, duke treguar për kushtimin dhe dashurinë e pakufishme që ka për vajzën e saj, që duket se ka përcjell dashuri pafund dhe shumë ëmbëlsi me gjithçka ka bërë në atë video. Pamjet ndërkohë po shpërndahen kudo nëpër rrjetet sociale dhe në media, dhe në shumë pak minuta kjo video që Kiara ka shpërndar duket se ka pushtuar rrjetet. Kushdo që e ka parë këtë video nuk ka hezituar të komentojë dhe të adhurojë bebushën e ëmbël të Kiarës dhe Luizit.